Habit mjeku. Çfarë ndodh me trupin tuaj kur ndaloni së ngrëni sheqer? Nuk është e thjeshtë të ndalosh së ngrëni gjëra të ëmbla, por të reduktosh sasinë e sheqerit sjell përfitime të mëdha për shëndetin. Ja disa prej tyre sipas Brightside. Sheqeri shkakton shumë rrulla në trupin e njeriu, ndaj ekspertët këshillojnë nëse po të reduktoni sasinë e sheqerit, mund të dukeni 10 vite më të rinj. Do të jeni më të lumtur. Mund të mendoni se një ëmbëlsues mund t'ju bëjë të lumtur, por ekspertët e thonë të kundërtën. Patjetër që diellat e para do të kenë të vështirë, por nëse evitoni atë për një kohë të gjatë do të ndiheni më të lumtur. Do të keni më pak kilogram. Mesatarisht, të konsumoni 22 lugë sheqer në ditë mund të jetë e barabartë me 350 kalori. Nëse evitoni atë do të keni më pak kile. Do të keni më pak shanse për shfaqjen e diabetit. Sa më shumë të evitoni sheqerin e procesuar, aq më pak do të keni llogatje të diabetit dhe do të ndikojë në jetëgjatësinë më të mirë.